A e dini se nga 1 dhjetori 2025 fillon shpërndarja e bonusit për të gjithë pensionistët në Shqipëri? Kush e përfiton atë? Sa është vlera dhe njëkohësisht sa është shuma për grupime të ndryshme pensionistësh? Përgjigjen e këtyre pyetjeve të nderuar miq do ta trajtojmë në episodin e sotëm, shkurt me Teuta. Unë juftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube Teuta Nuna e Kortoçi dhe të qëndroni deri në fund të këtij episodi për të mos humbur asnjë informacion të rëndësishëm për vlerën e bonusit, njëkohësisht dhe për afatet e përfitimit të këtij bonusit në mënyrë që të mos humbisni këtë shpërblim që ju jepet për fund viti. Dhe nga ana tjetër do të ndaj me ju edhe një këshill shumë të dobishme, sidomos për pensionistët që banojnë jashtë Shqipërisë. Të nderuar miq, me vendim të Këshillit të Ministrave duke filluar nga 1 dhjetori 2025, filloi shpërndarja e bonusit për fund viti. Ky bonus do jetë i ndarë në 2 fasha, në 10 dhe në 15.000 lekë të reja. Por cilat do të jenë grupimet që do të përfitojnë këto vlera? Të gjithë përfituesit e bonusit të fundvitit do jenë ata individ që përfitojnë një pension apo një trajtim të veçantë nga skema e sigurimeve shoqërore. Dhe sipas të dhënave të Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri, janë gjithsej 762.740 qytetarë që janë përfitues nga skema e sigurimeve shoqërore dhe nga ana tjetër janë edhe përfituesi të bonusit. Prej këtyre 640.325 qytetarë janë qytetarë që gëzojnë një pension pleqërie. Pra nga totali i numrit të përfituesve të një pensioni apo një trajtimi të veçantë nga skema e sigurimeve shoqërore, 84% prej tyre janë individ që përfitojnë një pension pleqërie. Pra të nderuar miq, vendimi i Këshillit të Ministrave ka përcaktuar që përfituesit do të jenë individët që përfitojnë një pension apo një të ardhur, pra një trajtim të veçantë nga skema e sigurimeve shoqërore. Por të nderuar miq, përveç këtyre individëve që aktualisht e përfitojnë një pension apo një trajtim të veçantë nga skema e sigurimeve shoqërore, bonusin e fundvitit do ta përfitojnë edhe ata individ të cilët brenda 31 dhjetorit 2025 do të fitojnë të drejtën për të gëzuar një pension. Dhe çfarë do të thotë? Këtu në këtë rast, në këtë grupim do hyjnë dy grupime ose dy nëngrupe individësh. Të gjithë ata individ të cilën e kanë mbushur moshën për pension, kanë plotësuar njëkohësisht dhe kriteret për pension pleqërie, kanë bërë një aplikim për pension pranë skemës sigurimeve shoqërore, që mund të jetë një pension familjar, një pension invaliditeti apo edhe një pension pleqërie, por nuk kanë marrë ende përgjigje nga skema e sigurimeve shoqërore. Dhe nga ana tjetër, do të jenë ata individ të cilët brenda 31 dhjetorit 2025, ata në këtë rast plotësojnë kriteret ligjore për të përfituar një pension nga skema e sigurimeve shoqërore. Pra të nderuar miq, bonusin e fundvitit do ta fitojnë jo vetëm individët që janë aktualisht përfitues nga skema e sigurimeve shoqërore, por edhe ata individ që do ta fitojnë të drejtën brenda 31 dhjetorit 2025. Por si do të shpërndahet ky bonus? Bonusi në këtë rast do shpërndahet në 2 fasha, për individët të cilët kanë një të ardhur deri në vlerën 20.000 lekë, pa e ardhur që marrin nga skema e sigurimeve shoqërore, dhe individët mbi 20.000 lekë. Individët në këtë rast, të cilët kanë një të ardhur deri në vlerën 20.000 lekë, janë ata në këtë rast që do të përfitojnë bonusin prej 15.000 lekësh dhe përfshihen individët pensionistë që gëzojnë një pension pleqërie deri në vlerën 20.000 lekë, individët që përfitojnë një pension invaliditeti, një pension familjar, një trajtim të veçantë financiar, si për shembull minator, punonjës të industrisë ushtarake e të tjerë, individët që përfitojnë një pension të parakohshëm, për shembull për vjetësi shërbimi, si dhe individët pensionistë që kanë punuar në profesione të vështira. Të gjithë këta individë që përfitojnë një të ardhur deri në vlerën 20.000 lekë, do të përfitojnë gjithsej një shpërblim me vlerën 15.000 lekë të reja ose 150.000 lekë të vletra. Gjithsej këtë vlerë do ta përfitojnë 520.959 persona. Ndërsa të nderuar miq, ku flasim për pensionet të cilët janë mbi vlerën 20.000 lekë, ata do përfitojnë një vlerë prej 10.000 lekësh të reja.
Të gjithë ata individ që përfitojnë një të ardhur nga skema e sigurimit shoqërore mbi vlerën 20.000 lekë, ata në këtë rast do jenë përfitues të bonusit në vlerën prej 10.000 lekësh ose 100.000 lekë të vjetra në muaj, dhe gjithsej do t'jenë 220.781 persona. Në këtë grupim janë individët që kanë një të ardhur nga pensioni i pleqërisë në shumën mbi 20.000 lekë, individët që përfitojnë trajtim të veçantë financiar mbi vlerën 20.000 lekë, individët që janë me pension të parakohshëm mbi vlerën 20.000 lekë dhe individët me pensione suplementare shtetërore apo profesione të vështira që janë sërish mbi vlerën 20.000 lekë. Në këtë grupim, siç e thamë të nderuar miq, nuk përfshihen as pensionet familjare, as pensionet invaliditetit, edhe nëse ata do të jenë mbi vlerën 20.000 lekë. Pasi, me vendim të Këshillit të Ministrave, këto grupime, pra individët që përfitojnë një pension familjar dhe individët që përfitojnë një pension invaliditeti, pavarësisht nga vlera e pensionit të tyre, ata në këtë rast do përfitojnë një bonus në vlerë 15.000 lekë. Pra, një qytetar që merr një pension invaliditeti 18.000 lekë, në një qytetar që merr një pension invaliditeti 22.000 lekë, bonusi i tyre do të jetë i njëjtë 15.000 lekë. Pra të nderuar miq, në këtë rast, në këtë mënyrë neve shpjeguam grupimet e ndryshme për të përfituar bonusin në vlerë 10 apo 15.000 lekë. Por që të mos humbasësh bonusin, nderuar mik, duhet të respektosh edhe afatin ligjor, që do thotë me vendim të Këshillit të Ministrave përcaktohet që afati i fundit për ta tërhequr bonusin e fundvitit do jetë 30 qershori 2026, që do thotë nëse juve nuk e tërhiqni brenda kësaj periudhe, atëherë juve humbisni të drejtën për të tërhequr bonusin e fundvitit. Dhe nga 1 korriku 2026, vlerat të cilat nuk janë tërhequr rikthehen sërish në buxhetin e shtetit. Pra të nderuar miq, për të mos humbur bonusin e fundvitit, ju do duhet ta tërhiqni atë brenda 30 qershorit 2026. Por unë këtu në këtë rast do të ndaja edhe një këshill shumë miqësore dhe njëkohësisht gjykoj shumë të dobishme për të gjithë ata qytetarë të cilët banojnë jashtë Shqipërisë dhe që pensionin e tyre ata e tërheqin pranë postës shqiptare. Unë do t'ju rekomandoja të nderuar miq që juve pensionin e pleqërisë ta kaloni nga posta shqiptare në një llogari bazike pranë bankës së nivelit të dytë, në një nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri. Në këtë mënyrë juve nuk do humbisni jo vetëm bonusin e këtij fundvitje, por çdo bonus, shpërblim apo e ardhur tjetër që juve mund t'ju jepet në të ardhmen së bashku me pensionin tuaj, pasi rregulli i Institutit të Sigurimeve Shoqërore është që kur derdhet pensioni juaj i pleqërisë në muajin dhjetor, derdhet në llogarinë bazike në bankë, derdhet njëkohësisht edhe në këtë rast bonusi i fundvitit dhe bashkë me pensionin juve në këtë rast në llogarinë bankare shkon edhe bonusi dhe në këtë mënyrë juve mund ta tërhiqni të ardhurën tuaj në llogarinë bankare kur juve ta keni të mundshme. Të nderuar miq, ky ishte episodi që unë kisha përgatitur për sot. Në këtë mënyrë neve mësuam përgjatë këtij episodi vlerat e bonusit që shpërndahen, kush janë përfituesit dhe afatet. Neve shpjeguam që bonusi ndahet në dy fashe, në 10 dhe 15.000 lekë. Dhe pyetja ime për ju është, a mendoni se kjo ndarje është e drejtë? A mendoni që është një vlerë ose një masë e mjaftueshme për një bonus në fund vit? Unë ju ftoj të lini komentet, të ndani mendimet tuaja me ne, dhe njëkohësisht nëse kjo video për ju ka qenë e dobishme, unë ju ftoj ta pëlqeni dhe njëkohësisht ta shpërndani te miq apo familjar tuaj në mënyrë që ata të marrin të gjithë informacionin e nevojshëm për të fituar bonusin e fundvitit. Unë ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Utanuna e Kortoçi, që të mos humbisni asnjë nga episodet tona dhe njëkohësisht ju lë takim për episodin e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.